shembull në rastin e Kosovës ne e shohim se si kemi shumë shpesh dezinformata të cilat e targetojnë marrëdhënien ndëretnike në mes të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Edhe në situata të ndryshme, qoftë kur s'ka asgjë dhe gjithçka është e manipuluar nga zero, ja, qoftë kur mund të ketë një situatë në veriun e Kosovës dhe pastaj ajo hiperbolizohet, shtohen shumë elemente të tjera aty, ose hiqen disa. Duke propaganduar sepse ti e merr një copë që mund të jetë reale dhe pastaj e mvesh me shumë elemente të tjera të cilat janë manipulim, ose edhe kemi rastet sikur kur ishte para disa viteve me një infermiere që kishte një sjellje të pahishme ndaj një të moshuare në Pej. Të dyja ishin shqiptare, ndërkohë në Serbi edhe në vende tjera ajo u shpërnda se si një e moshuar serbe po trajtohet nga një ere punëtore shqiptare. Pra, varësisht nga situata të ndryshme, ne e shohim se kemi lloj-lloj strategjish që përdoren për ta sulmuar Kosovën në këtë pikë, sidomos në çështjen e marrëdhënieve ndëretnike.